Përshëndetje të nderuar shikues, Hodis mirë se vë takomi edhe sonte. Fillimisht do të njohim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të vazhduar me musafirët në studio, ku do të kemi në lidhje direkte Gzim Gelmendi nga partia Fjala, i cili do të na flasë më shumë në lidhje me planet e kësaj partie, se a do të jenë pjesë e zgjedhjeve në rast se ato do të mbahen në Kosovë, për të vazhduar me ekspertin e sigurisë Avni Islami, i cili do të na flasë për çështje të sigurisë në vend. Ndjekim blogun e lajmeve për të kthyer me intervistat në studio. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti sot në takim shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajov Orav, me të cilin diskutoi situatën aktuale politike në vend. Sipas njoftimit, Vjosa Osmani e informoi ambasadorin Orav për mbajtjen e takimit konsultativ me liderët e partive politike të planifikuar për nesër. Gjatë takimit u diskutua dhe për vizitat e rëndësishme të drejtuesve të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke përfshirë vizitën e sotme të kryesuesit të Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, si një sinjal i fuqishëm i mbështetjes së BE-s për integrimin evropian të Kosovës, thuhet në njoftim. Të gjithë liderët e partive politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në takimin konsultativ të thirrur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Takimi pritet të mbahet të njëjtën me 15 maj. Këshilltari për media i Osmanit, Bekim Kupina, bën të ditur se të gjithë e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e së njëjtës me presidentën Osmani. Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, por përgjegjësi e komunitetit. Kështu tha në tryezën e organizuar nga Ministria e Shëndetësisë me rastin e shënimit të javës së ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bradiqi theksoi se si Ministri e Shëndetësisë kanë punuar për përmirësimin e cilësisë së jetës së personave me çrregullime mendore. Bradiqi tha se janë hartuar 7 udhërrëfyes klinik, është draftuar projekt ligji për shëndet mendor, si dhe plani strategjik për shëndet mendor 2025-2030. Tema e javës së ndërgjegjësimit në këtë vit është komuniteti. Qëllimi ynë është që të festohet fuqia dhe rëndësia e komunitetit, të qenurit pjesë e një komuniteti sigurt dhe pozitiv është jetike për shëndetin dhe mirëqenien tonë mendore. Kur flasim për shëndet mendor, është një temë që prek secilin prej nesh, nuk është një çështje që duhet mendohet dhe trajtohet si çështje individuale. Shëndeti mendor duhet menduar si një përgjegjësi e komunitetit. Mësia e shëndetësisë vazhdon të jetë e përkushtuar për përmirësimin e cilësisë jetës personave me çrregullime mendore, për të zvogëluar stigmën rreth shëndetit mendor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet për rritjen e rëndësisë së shëndetit mendor, për trajtimin e barabartë pa diskriminim të personave me çrregullime mendore në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit njerëzor. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Faton Kutlovci u shpreh se janë duke punuar në profilizimin e kësaj klinike. Të shfrytëzojmë këtë javë të ndërgjegjësimit edhe që të bëhemi bashkë të luftojmë stigmën, sepse nuk ka gjë më të fuqishme se sa komuniteti i cili dëgjon, mbështet dhe nuk paragjykon. Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, është çështje për të gjithë ne. Kemi punuar në këtë drejtim po ashtu me qëllim që të profilizojmë klinikën. Kemi bërë reportin për smundjet akute psikotike, reportin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent me shtretër, kemi rritur kapacitetet e reportit për smundjet e varësisë dhe tani në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë është edhe krijuar komisioni i cili po punon në hartimin e strategjisë së duhur për rritjen e kapaciteteve të mëtejme për reportin e smundjeve të varësisë dhe kjo është në procedurë. Ai tha se kjo javë e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor duhet të shfrytëzohet për të luftuar stigmën ndaj personave që vuajnë nga këto probleme. Për 20 vjet më radh, afërdita Dita nga Kuksi bën rrugën 3 herë në javë drejt Prizrenit për t'u nënshtruar seancave të hemodializës, një trajtim jetik për të. E gjithë kjo periudhë, sipas saj, ka kaluar me kujdes dhe përkushtim nga stafi i spitalit të përgjithshëm të Prizrenit, përkundër kushteve që diku nuk ishin optimale.
Megjithatë, sot situata ka ndryshuar ndjeshëm. Rinovimet e bëra në këtë repart kanë mundësuar shërbime më cilësore për pacientët e kushte më të mira për personelin shëndetësor. Dita, e cila udhton me furgonin e siguruar nga shteti shqiptar, shpreh të jetë e kënaqur me përkujdesjen dhe ambientet aktuale të repartit. Ajo nuk është e vetme, janë edhe 16 qytetarë të tjerë nga Shqipëria që marrin shërbimin e dializës në Prizren. 21 vite, qëton. Mësë kima shumë mirë, këna kalu mirë, na kanë shërbi këtë, si mota, si këtë doktor. 21 vite që tu kam kalu shumë mirë. Na kanë respektuar, me fugon, na binë, na si, por na shteti na paguin, dhe në kokës nuk ka një dializë, me thonë, me na bani dializë. Përveç pacientëve nga Shqipëria, një numër i konsiderueshëm i banorëve lokal i nënshtruan çdo javë hemodializës. Njëri prej tyre është Agron Tarjani nga Prizreni, i cili tashmë prej 8 vitesh vjen nga fshati Pirana për këtë trajtim. Shumë mirë po kalojmë, që 8 vite, shtafi është shumë i mirë, punëtorët janë të mirë, në rregull këtë po shkojmë. Vi 3 herë në javë prej Piranës, Prizrenit. Sa ja u ka lecu Shumë me krahasu, shumë është një investim i qelluar edhe e falenderoj në emër të gjithë pacientëve atë personin që ka bërë investimin bashkë me vend. Reparti i hemodializës në Prizren, sipas shefit të këtij reparti, Recep Hapqiu, aktualisht kujdeset për 214 pacientë nga komuna dhe rrethina e Prizrenit. Sipas shefit të repartit të hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, aktualisht reparti disponon 46 aparate funksionale dhe të njëjtë numër shtretësh. Reparti i hemodializës ofron shërbimin për 214 pacientë të komunës së Prizrenit. Në mëndë këtu vinë pacientat nga komuna e Prizrenit edhe nga rrethina. Plus i kemi edhe 17 pacientë që na vinë nga regioni Kukësit, në mëndë nga Republika e Shqipërisë. Për momentin i kemi edhe 18 pacientë që dializohen e kemi hap një qendër satelitore në Rahovec, atë dializohen aty të komunës Rahovecit. Gjatë sezonës së verës këtu na vinë edhe bashkëdhetarët që janë jashtë, domethënë në dializë, diku rreth prej 30 deri 50 pacientë na vinë prej muajit qershor deri në muajin shtator. Na në vit diku i bëjmë diku rreth 33.000-34.000 seanca të dializës. Se kushtet e reja kanë përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve si për pacient ashtu edhe për personelin, thot edhe krye infermieri Valmir Avdaj. Pacientave që këto kushte ka lecu shumë për ndihmën për shërbimet e marra, për kushte, për gjitha të mirat, pikës dytë edhe për infermierët, tash kena kushte shumë të mira, shumë moderne, shumë higjienike, tash neve vetëm na mbetet që të jemi në shërbim të pacientëve. Momentalisht posedojmë 30 infermierë, 4 prej tyre janë në qendrën e dializës në komunën e Rahovecit. Ky transformim i repartit të hemodializës në Spitalin e Prizrenit është bërë i mundur fal investimeve të familjes Sopaj. Gjykata kushtetuese do ta shpallë të papranueshme kërkesën për vlerësim të kushtetueshmërisë së vendimit të Kuvendit të Kosovës për refuzimin e formimit të Komisionit për Votim të Fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit në bazë të lëndës së dërguar të hënën nga 10 deputet të legjislativit, thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Mirëpo të kundërtën e thonë njohës të çështjes së kushtetutës, të cilët theksojnë se nëse gjykata kushtetuese trajton si kërkesë të pranueshme ankesën e 10 deputetëve të Kuvendit, atëherë duhet të vendosë mas të përkohshme dhe të pezullojë mbajtjen e vendimit të seancës konstituive të Kuvendit. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Belos Kabashi, thot se pavarësisht ngërçit të krijuar në Kuvend, kërkesa 10 deputetëve nuk mund të dërgohet si rast në kushtetuese, pasi nuk ka një vendim të miratuar nga legjislativi në të cilën ky institucion do të mund të ndërhynte. Mosvotimi një komisionit nga Kuvendi, pra komisionit për votimin e fshehtë të kryetarit të Kuvendit, nuk mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese pasi që nuk ka një vendim të miratuar, ashtu siç parashihet me nenin 113.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kosovës që flet për palët e autorizuara që kanë të drejtë të inicojnë çështjen në gjykatën kushtetuese, pasi që ato thuhet që duhet që kemi pra një vendim të miratuar, ndërsa ne në situatën reale realisht kemi një vendim, mirë po nuk kemi një vendim të miratuar, dhe se vendimi pra për refuzimin e këtij komisioni nuk prodhon ndonjë pasojë juridike dhe që nuk krijon një situatë re realisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas vlerësimit të Institutit të Kosovës për drejtësi, nuk mund që të dërgohet realisht një rast i tillë në gjykatë kushtetuese për arsye që nuk e kemi një vendim vendim të miratuar realisht me të cilin gjykata kushtetuese do të ndronte diçka. Për arsye që gjykata kushtetuese në momentin kur e merr gjykimin e saj, atëherë ajo i bie që duhet që ta ndrojë dhe ta vlerësoj kushtetshmërinë e atij akti. Realisht këtu nuk ka se çka të vlerësoj kushtetshmëri përderisa nuk e kemi një vendim të miratuar. Ne realisht e kemi një vendim të refuzuar dhe të kundërshtuar nga ana e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kërkesa për masë të përkohshme është një kërkesë e paqartë, pasi që nuk ka një vendim të miratuar, pra dhe nuk mund dhe nuk ka se çka të pezullohet, pasi që masat e përkohshme zbatohen zakonisht për akte që prodhojnë pasoja juridike, ndërsa në këtë rast nuk ekziston një akt që është duke prodhuar pasoja juridike, vetëse tashmë kemi atë rregullimin kushtetues që çdo 48 për shembull, siç është krijuar pra kjo praktika, edhe pse do duhet që të mblidheshin edhe ndoshta para 48 orëve, mirë po çdo 48 orë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet që të mblidhen brenda 48 orëve që të tentojnë që ta konstituojnë Kuvendin. Por profesori i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se nëse kushtetuesja konsideron si të pranueshme kërkesën për vlerësim të kushtetueshmërisë së mosvotimit të komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, atëherë duhet të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e përkohshëm të mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit deri në vendimarrjen e saj. Është çështje e gjykatës kushtetuese ekskluzivisht se çfarë do ta trajtoj këtë. Fillimisht do ta trajtoj si kërkesë të pranueshme apo jo, dhe e dyta a do të marr masë mbrojtëse, dhe unë mendoj që do duhet, nëse e pranon kërkesën, do duhet domosdoshmërisht të caktoj një masë mbrojtëse, sepse kjo punë fillimisht nuk është e vështirë dhe e komplikuar si çështje, si rast në gjykatë kushtetuese dhe për gjykatën kushtetuese. E dyta është shumë urgjente dhe është madje emergjencë kombëtare që gjykata kushtetuese të veprojë me shpejtësi, me prioritet dhe të ndërmarrë një masë pra përkohshme në mënyrë që të saktësoj saktësisht se a është apo jo në frymën e kushtetutës, sepse kjo është çështje teknike administrative dhe procedurale, apo jo, dhe të masën e caktuar të ndërmarrë sa më shpejt për disa ditë, në mënyrë që ta orientoj Kuvendin që të veprojë në mënyrë efektive dhe efikase, madje edhe të caktoj afate nëse duhet deri kur të kryhet kjo punë. Dilema nëse gjykata kushtetuese do ta trajtojë si të pranueshme kërkesën e deputetëve për vlerësimin e kushtetueshmërisë për komisionin verifikues është ngritur të martën edhe nga përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje dhe kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila. Në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar të cilët nuk kanë në kryetar të Kuvendit, në këtë rast Alianca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë. Ndërsa në konstituimin e Kuvendit të Kosovës po ndodh për shkak se lëvizja vetëvendosje si partia e parë në zgjedhjet e nënshkurtit nuk po siguron 61 votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentarin. U kthejmë në studio për të folur në lidhje me një çështje që ka të bëjë për Kuvendin e Kosovës në kërcim politik, i cili është krijuar si dhe për çështje të tjera politike. Me mua në lidhje direkte është kryetari i partisë Fjala Gzim Kelmendi. Gzim, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Zoti Kelmendi, besoj që ke ndjekur zhvillimet politike të cilat kanë ndodhur në vendin tonë, si po i shihni juve të gjithë këtë ngërsh politik, i cili është krijuar në vend për shkak të mos konstituimit të Kuvendit. Po, vërtet nuk është kjo situatë e mirë, kur e shohim këtë pasi qytetarët kanë zgjedhur për një ndryshim, kanë zgjedhur për përmirësimin e tyre, por megjithatë diçka nuk është edhe
që nuk kemi mësuar nga sa në të kaluarën, kemi pasur gërçe të tilla derisa është arritur ndonjë marrëveshje, por megjithatë situata që është tani duke ndodhur e ka dëmtuar pak procese të ndryshme, qoftë ekonomike, sociale në vendin tonë dhe miratimin e shumë reformave dhe ligjeve që ka drejt për drejt ndikon në jetën e qytetarëve, por megjithatë përgjegjësia kryesore mbi partinë fituese për konstituimin e kuvendit, dhe ata kanë të drejtën tani tash ose të formojnë qeverinë ose fundit çka është më e keqja që ndoshta nuk duhet të ishte mirë, po shkon në vendin e zgjedhjeve. Mirë po, aja dhe po flitet zotri Kelmendi se do t'jetë zgjidhja e vetme, mirë po nesër kanë takimin me presidentën. Çka pritni juve prej këtij takimi? Jo, mendoj që presidentja gjatë tërë mandatit të saj nuk ka pasur ndonjë rol qoftë në veprimet e ndryshme legislative apo që vendimarrje të tjera. Presidentja gjatë tërë mandatit të saj është kujdesur më shumë për shëtitjet e saj jashtë vendit, se sa për kontribute dhe ndryshime të tjera. Për ndryshe presidentja e vendit nuk ka ndonjë rol në këtë pikë, takimi do të mbahet ndoshta, por megjithatë unë nuk jam optimist që mund të arrijë ndonjë rezultat pasi që partitë janë të vendosura në qëndrimet e tyre dhe ndikimi i presidentes është pothuajse fare i pashprehur. Zotri Kelmendi, ne kemi pa disa deklarata qysh nga ana e partive të cilat një farë mënyrë janë opozitë dhe nga ana e Kurtit të cilët si duket nuk i kanë votat për konstituimin e kuvendit, madje edhe këmbgulja e zotri Kurtit që t'jetë Albulina Agjiu krye parlamentare, një figurë të cilën nuk po e përkrahin as PDK, as AK, po as LDK dhe partitë e tjera të cilat janë pjesë e kuvendit të Kosovës. Si e shihni juve këtë këmbgulje që kjo t'jetë një fytyrë unifikuese siç e quajnë vetëvendosja? Unë mendoj që është e drejtë e partisë fituese të propozoj këndën të votohet si krye parlamentar apo krye parlamentare. Opozita mendoj që tani nuk ka të drejtë të paraqet propozimet e saj janë lidhur se kënd do ta propozoj partia fituese. Kjo është drejt legjitime e partisë fituese dhe në këtë rast opozita ne dim, ai që humb zgjedhjet nuk i mbetet vetëm se të pajtohet dhe të shikon se çfarë do të ndërmerr fituesi. Dhe fituesi, nëse nuk i ka votat për ta konsoliduar qeverinë, atëherë përgjegjësia bie mbi të. Përgjegjësia bie mbi të, edhe në rastin më të keq nëse vendi shkon zgjedhje, prapë përgjegjësia bie mbi fituesin, kështu që qytetarët janë ata të cilët pastaj do të vendosin se vërtet e meriton partia fituese zgjedhjeve të fundit përsëri të fitoj apo do të ketë ndryshime rëndësore në diktaturën e re. Mirë po, zotri Kelmendi, vendi tashmë po kalon me një krizë e cila po përballemi me rritje të çmimit të energjisë elektrike, po ashtu edhe në të gjitha sektoret po ndihet mungesa e mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Madje u tha se ka edhe mungesë të listës së banave sociale, pra duhet të përditësohet kjo listë, me qenë se jeni nga sektori i shëndetësisë. Çka do të ndikojë edhe më keq e gjithë kjo politike cila po bëhet në Kosovë? Çka është më e keqja, për 25 vite pas luftës, pothuajse asnjë qeveri e Kosovës, asnjë udhëheqje nuk ka menduar për jetën e qytetarëve. Të gjithë kanë menduar vetëm për zgjedhjen e pushtetit të tyre, kanë menduar se si ta kenë një pushtet të ardhmen, kanë menduar për interesat të ngushta personale, por më së paku kanë menduar për jetën e qytetarëve. Prandaj neve nuk na befason fakti pse tani kjo qeveri apo tjera nuk mendojnë për jetën e qytetarëve. Më së paku ka qenë interes të tyre e ardhmja dhe kriza e qytetarëve që po kalojnë ata në vendin tonë. Kështu që qeveritë e kaluara neve na kanë treguar, po na tregon edhe kjo që më së paku i intereson e ardhmja e qytetarëve të këtij vendit dhe për neve nuk ka befasuese. Por unë jam optimist se qytetarët duke mbledhur këto 25 vite që kanë kaluar dhe duke pasur që asnjë qeveri nuk ka punuar në interes të tyre, por ka përfituar për interesa personale, mendoj që qytetarët duhet të reflektojnë
që në zgjedhjet e ardhshme të dinë se si të veprojnë. Mirë, po flitet se do të ketë zgjedhjet e ardhshme dhe ju e si kryetari i Partisë Fjala do të garoni në këto zgjedhje nëse do të mbahet ashtu siç po fliten nëpër media. Po, ne jemi të gatshëm dhe në çdo kohë që vendi e thret dhe nevoja që të mbahen zgjedhjet, nga se ju e dini që në 4 parë zgjedhje sa kanë mbajtur prej se Partia Fjala është themeluar, kemi garuar të vetëm dhe pa koalicion, dhe çdo gjë që kemi thënë nga zgjedhjet e para kur kemi garuar nga viti 2017 dhe deri më tani, çdo qëndrim joni është vërtetuar se kemi pasur të drejtë, nga se partitë politike nuk kanë menduar për qytetarët, nuk kanë menduar për Kosovën, por kanë menduar për veti. Dhe ne jemi optimistë që në një parë zgjedhje, qoftë këto, qoftë tjerat, qytetarët do ta japin mundësinë që të dëshmojmë ne atë për cilën kemi punuar që sa vite, edhe nëse kryetari i Partisë Fjala sa kam qenë në Parlamentin e Kosovës, por dhe jashtë kuvendit të Kosovës, nga se çdo gjë që kemi thonë deri më tani është vërtetuar dhe qëndrojmë prapa asaj që Kosovës i duhet një udhëheqje që punon për qytetarët, që nuk punon për vetveten e saj. Ne jemi të frymzuar dhe punojmë nga slogani që politikani duhet të jetë shërptor i popullit dhe jo populli të jetë shërptor i politikanit që shpondodh deri më tani. Mirë, po në rast se do të fitoni ulëzë në kuvendin e Kosovës me kë do e shihni më të parafort programin e juaj në hartimin e qeverisë ardhshme të vendit? Në të drejtën pak kjo është pyetje e vështirë për neve, nga se deri më tani nuk jemi të kënaqur pothuajse me asnjë parti politike, por megjithatë mbetet të shihet në të ardhmen nëse dikush do të reflekton, do të ketë ndryshime, reforma që do të mendoj për qytetarët e Kosovës, por aktualisht për momentin e kemi të pamundur ta mendojmë një bashkëpunim të tillë me çdo qoftë, nga se na kanë treguar se interesi tyre personal është mbi interesin e qytetarëve. Dhe ne nuk dëshirojmë të bashkëpunojmë me ata që interesat e veta i vënë para interesave të qytetarëve. Për këto 4 vite të qeverisë Kurti, zoti Kelmendi, si keni pa juve gjithë punën që është bërë në Kosovën tonë të dashur, duke parë të gjitha pakënaqësitë të cilët po i shpresin qytetarët çdo ditë, a mendoni se është bërë një punë e mirë gjatë këtyre 4 viteve të qeverisë Kurti? Jo, unë mendoj që kjo qeveri ka qenë vazhdimsi e qeverive të kaluara. Kriza në shumë sektor, në ekonomi, shëndetësi, arsim, energjetik është shtelluar edhe më shumë. Prandaj jemi të bindur që kjo qeveri ka qenë vazhdimsi e qeverisjeve të kaluara, nuk ka sjellë ndonjë ndryshim, nuk ka sjellë ndonjë reformë në vendin tonë, është munduar që përmes angazhimeve të saj në pjesën veriore të Kosovës, ku i ka dhënë energjinë më së shumti në atë pjesë, u munduar që të mbajë gjallë udhëheqjen e saj dhe motivin e saj. Ne kemi korrekt, kemi realist, nuk mund t'ja mohojmë që ndoshta ka punuar më shumë se qeveritë e kaluara për pjesën veriore të Kosovës. Nuk mund ta mohojmë këtë fakt. Por megjithatë, në shumë sektor kjo qeveri nuk dallon nga qeverisit e kaluara, nga se kriza ekonomike, shëndetësore, energjetike është e thelluar. Qytetarët vazhdojnë të ëndrojnë dhe të udhtojnë drejt vende perëndimore. Sektori privat mbetet sektori më i shtypur në vendin tonë. Punëtorët në sektorin privat trajtohen ende si skllav dhe nuk kanë të drejta vërtet se i gëzojnë edhe me ligjet e Kosovës, as pak nuk respektojnë të drejtat e tyre, pastaj pozita e femrës në shoqërinë tonë vazhdon të jetë e shtypur, cënohet edhe familja në vendin tonë, kështu që shumë sektorë kanë mbetur ende në krizë të thellë. Mirë, po, çka është dashur më shumë që të punohet, me qenë se u flet se janë merë më shumë për çështjet e veriut të vendit, pra puna më e madhe është bërë në veri të vendit për çështjet të sigurisë, ndërkaq çështjet e tjera kanë mbetur si pezull, cilet do të kishte me qenë synimi i qeverisë së ardhshme si mbas jush, zoti Kelmendi. Unë mendoj që me një buxhet rreth 3 miliardë e 700 milionë euro, afër 4 miliardë që ka Kosova, ka shumë hapësirë për të menaxhuar më mirë dhe për të zvogluar krizën që ekziston në vendin tonë, nga se Kosova ka resurse shumë më të mira dhe të favorshme në raport me vendet e tjera të rajonit përfshi përbërjen demografike të saj, rinin dhe fuqinë punëtore, pastaj pozitën gjeografike,
pozitën klimatike, dhe më thënë, duhet më së shumti të investohet në bujqësi. Kosova këtë nuk është duke shfrytzuar, duhet fuqizuar sektorin e prodhimit dhe bujqësisë dhe blegtorisë. Pastaj duhet të rritet investimet të ndryshme në fushën e ekonomisë dhe industrisë në mënyrë që Kosova të rikthehet fuqisë prodhuese, nga si ka gjitha premisat që tjetë primare në rajon, pse jo edhe më gjerë, dhe më thënë dhe jo tjetë Kosova, fatkeqësisht që është tani, ndër vendet kryesore eksportuese të të rinjve drejt vendeve perëndimore. Kjo është përkeqardhje, kur e kemi një buxhet rreth 4 miliardë euro, kur e kemi këtë popullat të re, kur i kemi këto mundësi, dhe kur kemi interesime nga jashtë për të investuar në Kosovë. Dhe kur e kemi mbi të gjitha dhe një diasporë të fuqishme që është interesuar të investojë në Kosovë, atëre nëse këto nuk i kemi shfrytzuar deri më tani, atëre kjo i bie që është dobësi e qeverisjeve të kaluara, të cilën qeveria ardhshme duhet të mendoj mirë dhe ta kthej Kosovën në pozitën të cilën e meriton Kosova. Zoti Kelmendi flite për një numër masiv i cili është ikur nga Kosova, mirë po me këtë gjendje ekonomike cila është krijuar në vendin tonë, pritet që do të ketë edhe më tepër rritje të njerëzve të cilët migrojnë drejt Evropës. Po, fatkeqësisht me këtë gjendje ekonomike, ambicje të rriten dhe ëndrat e qytetarëve kryesisht të rinj janë drejt migrimit të vendeve perëndimore. Përkeqardhje është kjo situatë kur të rinj të shumt të diplomuar, por edhe të pa diplomuar në fakultete të ndryshme, nuk kanë se ku të investojnë mundin e tyre që kanë kryer gjatë studimeve themelore dhe ndrojnë që shkojnë drejt vendeve perëndimore, nga se kur më shumë se sot Kosova nuk ka pasur universitete dhe fakultete, kur më shumë se sot Kosova nuk ka pasur kuadro të diplomuar dhe të avancuar, por jashtë se fatkeqësisht kur më shumë se sot Kosova vazhdon të jetë eksportuese e gjeneratës dhe forcave të reja drejt vendeve perëndimore. Fole edhe për njerëz të cilët janë të diplomuar e të arsimuar në vendin tonë, të cilët e kanë lëshuar vendin, disa prej tyre edhe pjesë e mjekësisë, një kategori të cilës i përkisni edhe juve, patëm një numër goxha të madh të njerëzve të cilët e kanë lëshuar vendin. Zoti Kelmendi, pse po bëhet kjo, me qenë se na duhen jashtëzakonisht shumë profesionistë, sidomos tek fusha e mjekësisë dhe arsimit në vend? Po, thash marrë, kjo është përkeqësardhje kur kemi kaq shumë njerëz të shkolluar në përgjithësi tash edhe në mjekësinë veçanti, nga se 10 viteve të fundit është dëshmuar se kuadri profesional shëndetësor i Kosovës është kuadër konkurrues me vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Kemi një kuadër të shkëlqyeshëm ekspertën, por jashtë nuk është punuar me ta sa duhet. Ne kemi propozuar edhe në plan programin tonë që kemi pasur për zgjedhjet e fundit që investimet në shëndetësi të jenë në atë qëllim që të përfiton Kosova dhe shëndetësia Kosovës duke e rritur dhe fuqizuar turizmin shëndetësor. Përderisa disa vende të tjera, Turqia, për shembull, është duke shfrytzuar më së miri turizmin shëndetësor. Pse mos ta bën këtë Kosova, kur ka kuadër të shkëlqyeshëm, kur ka profesionistë të shkëlqyeshëm dhe të merr qytetar të trajtojnë në formën e turizmit shëndetësor nga gjitha vendet, qoftë perëndimore, qoftë vendet lindore, të vinë në Kosovë për shkak të kushteve edhe çmimit kostos më të lirë, por edhe për shkak profesionistëve shëndetësor. Edhe këtë deri me tani Kosova nuk e ka shfrytzuar dhe ne kemi propozuar në këtë pikë që Kosova duhet ta shfrytëzojë. Ne shpresoj që do të kemi politika më të mira në mënyrë që mos kemi edhe një fluks të madh të emigrimit. Zoti Kelmendi, faleminderit shumë për kohën që ndajte për të gjithë shikuesit e Infodes dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë në Kosovë. Me datën 15 të kemi një ndryshim të kësaj skeme të cilën po e shohim çdo 2 ditë në kuvend. Faleminderit edhe ju, ju uroj shëndet, mbarësi dhe suksese. Faleminderit shumë, neve do vazhdojmë të flasim në lidhje me çështjet e sigurisë në vend, ku me mua në studio do të jetë Avni Islami, i cili do të na flasë më shumë rreth çështjes që ka të bëjë me ngacmimet seksuale, të cilët i kanë ngritur një çështje mjaft e rëndësishme nga ana e një portali atje që siç thuhet është i paguar nga Serbia. Për të folur për çështjet e sigurisë në vend, me mua në studio është Avni Islami, eksperti i sigurisë. I nderuar, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje për ju dhe për të gjithë ata që po na dëgjojnë.
Në rumën pashë një postim tuaj që ka të bëj me keq informimin dhe rreziqet që sjell keq informimi. A mund na flasësh më në detaje rreth postimit tuaj dhe arsyes se pse juve keni hasur këtë temë mjaft të rëndësishme edhe si do të më qas kësaj teme? Tema e keq informimit i përket një gamë të gjerë, por unë jam fokusuar tek një deklarat për media ku është shpërndar nga një portal nga Aktiv, i cili ai portal vepron në veriun e Kosovës në Mitrovic, por që qendrën e ka në Beograd. Dhe ajo komunikat për media që është lëshuar, ku ata i bëjnë thirrje veçanërisht e Uleksit dhe faktorë ndërkombëtar për një fenomen, për një dukuri që në fakt nuk kanë asnjë provë, qoftë provë materiale ose okulare, pra që dikush t'i ketë parë. Dhe kur lexova këtë deklarat të atij mediumi, mora guximin dhe e shkruava atë postim që ju e keni lexuar në Facebook, se me të vërtet keq informimi është shumë i rrezikshëm, e jo vetëm për këtë rast, por edhe në përgjithësi për ne në vendin tonë në Republikën e Kosovës, sepse mediat dihet që janë fuqia e katërt në një shtet dhe gazetaria është një punë jashtëzakonisht e rëndësishme, por shumë është e rëndësishme se shtëpit ato të cilat i posedojnë mediumet, se si bëjmë politikat. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe po i kthehem tashmë tek pyetja juaj, tek ai medium. Pra, në atë komunikat thuhet se kinse në veriun e Kosovës kohët e fundit janë shpeshtuar ngacmimet seksuale tek gjinia femër tek gratë, dhe ato çfarë e dhojnë dhe dëshmojnë nuk kanë asnjë provë, thash materiale, qoftë një incizim, një fotografim ose dëshmitar, mirë po kjo bëhet përmes luftës speciale. Dhe kur kihet parasysh që Serbia nuk lën mënyrë dhe metodë që të përdor në territorin e Kosovës, pra ajo duke humbur betejën në terren, sepse deri para 3-4 viteve faktikisht veriun e Kosovës e kanë kontrolluar grupet kriminale terroriste, të cilat ishin të lidhura drejt për së drejti me kreun e Beogradit, pra me Aleksandar Vučićin. Dhe shtrirja e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit, pra nga ana e institucionit të sigurisë të Kosovës, nga policia, nga KI-ja dhe mekanizma të tjerë, u ka prishur matematikat Beogradit dhe veriun e Kosovës nuk e ka në kontroll. Këtë po e them këtë, sepse tash më së fundi kjo dukuri, këtë fenomen që po përpiqet ta krijoj dhe të hudhë mjegulloj në opinionin e gjerë po atë ndërkombëtar, nuk ekziston dhe kanë vendosur që të përdorin të gjitha metodat e Miloševićit. Pra, vetëm janë të modifikuara dhe metodat janë të njëjta. Ngjajshëm ne gjenerata më e vjetër, i cili i kemi përcjell në ngjarjet në atë kohë në Kosovë, gjatë okupimit, por edhe kur i kishim institucionet tona në atë kohë në Krajinën Socialiste Autonome të Kosovës, Miloševići me varësit e tij përpiqet që të inskenonte të njëjtën mënyrë dhe metodë. Pra, përgjet një alibi që të arrestoj shqiptar, që t'i persekutoj, kitë se ka ndodhur rastet të ngacmimeve seksuale, por edhe të dhunimeve. Dhe një rast ja vlen të theksohet ka qenë rasti Martinović, i cili pa të bërë bujt të madhe në atë kohë, dhe krahasimisht kur e kujtoj atë kohë, dhe në fund del që ajo ka qenë këtë e inskenum, kjo tregon për mënyrën se si Miloševići dhe politikat miloševićiane në atë kohë, por edhe sot janë të ngjajshme.
Pra, qëllimi është i njëjtë, vetëm ka ndryshuar format e tyre. Metodat. Kemi pa që shumë e pranishme ka qenë lufta hibride në Kosovë, pra një pjesë që Serbia nuk e lëshon asnjëherë prej dore, mundohet çdo herë që të përdorë çdo mekanizëm, e sidomos tek kur është çështja e Kosovës edhe më avancuar. Kjo lufta hibride, dëmet që mund të sjellë, vetë se kanë fillu të dihen, profesor. Po në kuadër të luftës hibride, se përpara kjo fjali nuk ka qenë në domenin e të shprehur, ka qenë si luftë speciale, tash po quhet lufta hibride pra konsiderohet që është me përdorimin e shumë mënyrave, metodave dhe në sulme në drejtime të ndryshme. Po edhe këtë çfarë tham pak më lart, pra akuzat paqena lidhur me kinse me ngacmimet seksuale, në kuadër edhe kjo pjesë bën në kuadër të luftës speciale. Pra lufta speciale ngarthen e vete shumë dimensione. Dhe në kuadër të sajna, siç e dini edhe ju dhe opinioni i përgjithshëm, veprimtaria e shërbimit inteligjent të BIA-s dhe të KOS-it, pra dy shërbime të njohura të Serbisë, të cilat përpiqen që ta destabilizojnë vendin tonë. Dhe në kuadër të saj, orientimi i luftës hibride është në dy drejtime. Mund të jetë edhe më tepër terciare tjera, por primore kanë që në ne serbët lokal të krijohet tek ta një opinion ku ata mos të ndihen të sigurt, të krijojnë frikë dhe pasiguri, që ata të kenë një alibi që të nënshtrohen politikave të fuqishit. Dhe në anën tjetër, një drejtim tjetër që shërbimit inteligjente dhe politikat e Serbisë dhe të fuqishit, është orientimi ku Kosovë përpiqen që para bashkësisë ndërkombëtare ta paraqesin si dobët një shtet jo funksional, ku institucionet e Republikës Kosovës nuk u kushtojnë në rëndësi komuniteteve të tjera, e në veçantë të serbe, por edhe të njëjtën kohë përpiqen që ta paraqesin se nuk ka siguri të mjaftueshme dhe ta angazhojnë bashkësinë ndërkombëtare ose më konkretisht EULEX-in dhe KFOR-in që t'i futin në lojë në mënyrë që institucionet e sigurisë të qesin nga loja. Dhe pra po i kthejmë te ajo komunikata atje që është botuar tek portali Nga Aktiv, pikërisht këto pyetje i shtrohen pra EULEX-it dhe mekanizmat ndërkombëtar. Krejt qëllimi i Serbisë është këtu e pas parasysh që ka humbur në teren gjendën faktike në teren në 4 komunat veriore dhe sa atje funksionojnë shteti Kosovës, rendi dhe ligje dhe policia Kosovës dhe mekanizmat tjerë të sigurisë, sidomos policia është duke kryer punë në mënyrë profesionale e morale, pa dallim të nacionaliteteve të ndryshme. Dhe kjo i dhem Serbisë sepse vetë qytetarët serb lokal janë të kënaqur me punën e policisë, me sigurinë e tyre dhe ata vjen vetë ai komunitet të cilët për çdo ankesë ose problem që kanë i drejtohen policisë Kosovës dhe policia Kosovës gjithmonë është në shërbim të qytetarëve, pra edhe të komunitetit serb. Dhe në këtë farë forme dhe në këtë farë mënyre Serbia ka humbur ndikimin e vet në verimin e Kosovës. Shef dhe rastin Banjska. Pra, me rastin Banjska, me qenë se një temë shumë e gjanë, mirë po vetëm për ta plotësuar këtë çfarë thash më lart, të atje ishte në deponuar armatime të një garnizoni, të them kështu. Politikat të fuqishit ishin që të ngrihen, të mirën aksione nga njësitë elite speciale të ushtrisë ose të policisë, të kamufluara si civil në 4 komuna veriore dhe qëllimi tyre, si mas gjitha analizave që kam bërë, qëllimi ka qenë që të ndërhyjë policia Kosovës, të vritin ndonjë civil, pastaj si alibi dhe dalin para opinionit dhe thotë edhe para serve lokal të thuan se ja këta jenë që ju vrasin dhe ne jemi mbrojtëse ju, të armatosen, të jepin ato armë në duar qytetarëve të thjeshtë e të rëndomt dhe
të futet një konflikt mes policisë të Kosovës dhe qytetarëve normal ose lokal të atij vendi. Civile. Një luftë civile, masane që të ketë një alibi që të ndërhyj ndoshta edhe ushtria serbe, dhe këtë nuk e kanë arritur. Gjitha këto metoda dhe metodologji janë shterë dhe nuk po funksionojnë, dhe tashmë kjo e fundit është kodët luftës hibride që e përmendën tek keqinformimi i opinionit, që është në kodët luftës hibride, ku po përpisin që se të kemi rastet të ngacmimeve seksuale në këto 4 komunat me komunitetin sërb, por e them me bindet plot se vetë qytetarët sërb e din që nuk është ashtu, por është një subjekt politik i cili është satelit i Beogradit, i cili ngërthen në vete një numër shumë të vogël, të cilët po përpisin të luajnë një rol të madh. A bin prej media, profesor, këtyre postimeve që bën nga ana e Serbisë? Unë se tashmë kemi qasje shumë të lehtë në internet edhe shumë shpejt mund të përhapet si lajm. Unë nuk besoj që mediat bien prej e dezinformatat të tilla, por unë besoj që ato media të cilat bien prej në thojza e këtyre komunikatave, me ose pa vedije i shërbejnë politikave të fuqishit. Po fatkeqësisht po, profesor, përmende çështjen e veriut të vendit, u flet se janë hapur rrugë legale atje nga ana, por ndërkaq policia e Kosovës pati një ndërhyrje atje. Si e keni pa ju çështjen e hapjes së rrugëve legale, pasi që përmende sulmin e Banjskës dhe pikërisht prej atyre rrugëve ilegale kanë futur edhe armatim drejt Kosovës? Duhet të theksojmë për opinionin e të gjithë atyre që po na ndiqin se kufiri mes Kosovës dhe Serbisë është shumë i gjatë, mbi 300 kilometra. Dhe sfida më e madhe ka qenë rrugët ilegale të cilat kanë kaluar madje edhe me kamiona dhe me shlepera pa i vrejtë askush, ose kanë vrejtur ata të cilët e kanë pasur për detyrë dhe kanë për detyrë që të arrujnë sovranitetin e vendit, dhe në heshtje ata kamion kanë kaluar. Dhe u bë një kohë e gjatë, mbi 25 vite, dhe pikërisht duke pasur atlerit plot televizjes nga rrugët ilegale, ishte ai armatim në Banjska, por edhe më vonë kur gjetur një sasi e madhe, dhe unë ende besoj që ka ende mjaftueshëm armatim të cilët nuk është zbuluar. Dhe unë shpresoj që unë shpresoj që edhe në të ardhmen do të gjenden edhe depot e tjera dhe armatim tjetër, sepse aty kishte qenë një skenar se si të veprohet, se si këto 4 komunat veriore të okupoheshin ose, siç thuhet në thojza, të çliroheshin në thojza nga institucionet e Republikës Kosovës. Dhe këto rrugë ilegale ishte befasi për gjithë ata që e kanë pasë, pas mbylljes së tyre dhe rritjes së sigurisë së brenda territorit të Republikës Kosovës për gjithë qytetarët dhe ndalja e kontrabandës, qoftë me armatim, qoftë gjëra të tjera të cilat duhet të kalojnë në përpikat kufitare të doganohen dhe të jenë legale, për çudi u hapën në disa pika, në disa rrugë ilegale nga ana e KFOR-it, dhe unë nuk kam lexuar, nuk kam informacion se si ka ardhur deri te ajo, kush ka bë kërkesë që të hapin ato. Mirë po e di që djen për mediat elektronike, po në televizionet që ato rrugë Ministria e Punëve të Brendshme dhe policia prapi kanë bërë të pakalueshme, pra nuk do të përdoren për qëllime ilegale, sepse rrugët të cilat janë të shfrytëzueshme është pika Njarinje, Mbërnjak dhe gjithë ata që duan të hyjnë, janë rrugë në mënyrë legale, janë institucionet tona, është KFOR-i të tjerë dhe nuk është e nevojshme që të hapen këtë rrugë. Profesor, në lajme u pa edhe çështja e shpërndarjes së drogës nga ana e Serbisë në Kosovë, sidomos tek të rinjët kosovar, pra në Prishtinë, pra tha se ka shumë tash të quajturit diler të drogës të porositur nga Serbia me qëllim shpërndarjen e këtyre substancave në Kosovë që të rritë të kenë qasje në to. Krimi organizuar dhe krimi transnacional
nuk nje kufe, nuk nje këmbë, nuk nje fe. Pra, kur vjen në pyetje krimi organizuar, droga, trafikimi me qenie njerëzore, gjitha këto dukuri të gjithë bëhen bashkë. Shqiptare, sërbe, bosnjake, angleze të gjithë bëhen bashkë. Dhe nuk është befasi nëse grupe të ndryshme kriminale që merren me shitjen, transportimin, po dhe me paketimin e drogës, ka një bashkëpunim pra edhe me Serbi. Por në gjitha statistikat qoftë vendore ato ndërkombëtare duhet të theksohet se Policia e Kosovës është një ndër vendet më profesionale dhe një ndër vendet në Ballkan që ka arritur më shumë të suksese në qoftë në parandalimin, qoftë në arrestimin e kontrabandës, qoftë në vend ose si vend tranzit ku është dedikuar që të përdoret Kosova, ku pastaj drogat të kalojnë në vendet e perëndimit. Pra, unë mendoj që Policia e Kosovës është duke bërë një punë të shkëlqyeshme në bashkëpunim edhe me EULEX-in, por edhe me Europolin dhe me Interpolin. U flet edhe për çështjen e shpionazhit, goxha shumë Kosovë pata edhe arrestime sa i përket kësaj çështje. Si e keni pa juve gjithë këta shpionjë të cilët janë në Kosovë, për të cilët thuhet se ka ende edhe të pa arrestuar, por që shumë shpejt Pra po i kthehem tek lufta hibride, pra në kuadër të luftës hibride është edhe spionazhi. Spionazhi ka ekzistuar që nga kohët e larta dhe ekziston sot dhe do të ekzistojë në të kaluar edhe në të ardhmen, sepse është një metodologji që ka për qëllim të marrë informacione për kundërshtarin, por kohët e fundit një orientim ose një qëllim i shërbimit inteligjent është që të krijohet frikë dhe pasiguri në vendin ku duhet ose ka për detyrë shteti që ta atakojë. Dhe tek ne në Kosovë, pra, Serbia është interesuar që në vazhdimsi ta destabilizojë vendin tonë dhe rastet e fundit pra të vitit 2024-2025 kemi pasur mena një vite 5 arrestime. Dhe secili arrestim ka pasur provat mjaftueshme të cilat janë përgjuar, janë fotografuar, ka prova materiale qoftë në telefon, qoftë në forma të tjera dhe të gjithë janë të involvuar e secili prej tyre kishte mision caktuar. Për shembull, një agent i cili është arrestuar gjatë veprimtarisë së tij kishte për qëllim që figurat publike MP-sh në Kosovë që të shantazhonte përmes hoteleve, përmes moteleve, të incizoj, të fotografoj dhe ato të përdorte për shantazh. Pastaj kemi raste tjera kur një agent kishte marrë detyra speciale që në enklavat serbe të krijohej një klim ku do të përdorej një akt terrorist që të ndjellet frikë dhe pasiguri tek vetë komuniteti serb në pjesë të Kosovës, jo vetëm në veri, por në jugën, lindjen e perëndimit të Kosovës, dhe Serbia ta atakonte Kosovën në Këshill Sigurimi dhe të mekanizmat vendimarrës, ku do thuaj se ja që institucionet e Kosovës, por edhe vetë populli i Kosovës nuk po mund të durojnë bashkëtesën me komunitetin serb. Pastaj kemi edhe raste të tjera dhe forma të tjera, ose rasti i fundit ku një agent ose bashkëpunëtor të them kështu, qëllimi i tij kishte që përmes radikalizmit fetar të mirët veprime të cilat janë në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën e vendit dhe me veprimet e tij prapë të ndërhynte Serbia dhe ajo ta paraqes Kosovën si vend radikal islamik, i cili për fat mirë nuk është dhe jemi ne vetë qytetarët të cilët ato raste nuk i lejojmë. Unë vetë vi nga komuniteti musliman, pra unë jam musliman dhe askush më tepër se unë edhe gjithë ata qytetarë normale, thjesht siç jam unë, nuk i duam sepse ne jemi
popull autohton adhëtar dhe mbi gjitha e kemi adhëm dhe e kemi kumbir. Pastaj feja është secili prej tyre çta përzjedh, pra mbi gjitha jemi shqiptarë. Mirë po profesor, gjitha këto misionet që Serbia kishte në Kosovë dhe vazhdon që të ketë fatkeqësisht, apo e cënojnë sigurinë e vendit? Edhe në të kaluarën, pra para luftës fundit 99, edhe pas përfundimit luftës, e deri në ditët e sotme, por unë presë edhe në të ardhmen, deri në një marrëveshje finale nga njohja reciproke mes dy vendeve, pra Serbia tani Kosovën dhe Kosova Serbinë, askush nuk e di se kur mund të bëhet ai akt solem ku të dyja vendet ta njohin njëri tjetrin, dhe deri atëherë Serbia do të vazhdojë që ta atakojë Kosovën në të gjitha anët, pra me luftën hibride, dhe do të përpiqet që të ndikojë drejt për së drejti në jetën e shqiptarët. Por duhet të jap komplimente institucionet të Kosovës në përgjithësi që nga përfundimi i luftës deri më sot, por në veçantë institucionet të sigurisë të Kosovës, siç janë policia dhe AKI-ja, të cilat në bashkëpunim me KFOR-in dhe ULEX-in në kontinuitet dhe në kohë vazhdimisht po ju kundërpërgjigjen luftës hibride të Serbisë dhe po i neutralizojnë 99% rasteve. Mirë po, e gjithë kjo luftë hibride për të cilën neve po flasim një farë mënyrë është një luftë në heshtje që nuk duket atë shumë, mirë po që ka një rëndësi goxha të madhe në opinionin publik. Sa jemi të gatshëm neve, profesor, që të përballemi me këtë luftë? Është një thonjë në zhargonin popullor kur thuhet se kur të gjithë flajnë, policia dhe AKI-ja nuk flajnë. Pra, janë dy institucione të gjithat kur ne flajmë, bëjmë gjumin e rahatshëm, institucionet e sigurisë të Kosovës punojnë 24/7 dhe janë të gatshme që të përballen me çfarëdo sfide, e sidomos me luftën hibride ose lufta e fundit, pra me inteligjenca serbe dhe e Rusisë, të cilat i bashkërendojnë dhe i bashkëveprojnë dhe përpiqen që ta destabilizojnë Kosovën. Dhe në anën tjetër kemi institucionet e sigurisë të Kosovës, inteligjencën e Kosovës, të cilat në bashkëpunim me simotrat mike janë duke ju përgjigjur me vendosmëri, me profesionalizëm të gjitha veprimeve të cilat përpiqen që t'i bëjnë Serbia dhe Rusia. Ne shpresojmë që asnjëherë mos të kenë sukses në Kosovë, profesor, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodesa dhe ndajmë të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me çështjen e sigurisë në vend. Ishte kënaqësi që të jem në emisionin juaj, Dielza. Faleminderit shumë. U kthejmë në studio për të folur në lidhje me vizitën e kryetarës gjykatës speciale Trendafilova, se cila bati bujë shumë të madhe në mediat kosovare, pati edhe protesta nga ana UVL-s UÇK-s. Për të folur për këto çështje me mua në lidhje direkte është Bardha Ngura, zotëri. Faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Mënderqofshi, faleminderit juve që më ftu. Unë mendoj... I ke pa të gjitha këto zhvillime që ka ndodhur dje me vizitën e saj në Kosovë. Si keni pa juve të gjitha ato protestat të cilat u bën në mënyrë që të mos mbahet konferenca e planifikuar nga ana e saj? Jemi sinqertë, nuk i kom pa ato, vetëm kom lexu ma vonë në portale opinionet të ndryshme që i kanë shpërnda individ të ndryshëm, të fushave të ndryshme. Dhe unë për vetë ju ndjeva shumë keq si shqiptar, si banor, unë edhe pse jetoj në Kosovë, unë jam i lindur dhe i rritur në Kosovë dhe Kosova është e imja, unë jetoj për Kosovën. Unë ndjeva shumë keq për shumë arsye. Arsyeja e parë është protestat kundër konferencës, se një personaliteti çfarë është ajo, dhe po dallim, ajo ka mujt se është Trendafilova, se unë dëgjova, dikun lexova, dikush jo ajo është slave, është politet çka don. Ajo është një person që është zgjedhur në jon nga na, po e ka zgjedhur dikush tjetër, nga bashkia ndërkombëtare, që nuk na vet neve fare, dhe na jemi shumë të varur për bashkinë ndërkombëtare, po mirërisht s'pe kuptoj. Dhe me protestu pse ajo vjen, mu ka duk çesharake edhe për imazhin e Kosovës, si shtet i brisht, që hala nuk u formu, që për fat keq po pengohet shumë që edhe të formohet,
nuk është bashkë shumë e meqme, ai veprim është kollaj dëmshëm për Kosovën. Është shumë i dëmshëm. Unë mendoj që është i dëmshëm sepse në asnjë shtet botës, asnjë popull, asnjë shoqat, qoftë qeveritare, jo qeveritare, qoftë çka do, nuk përzihet në punët e gjykatës dhe të drejtësisë. Ne kemi rastin, unë jetoj në Norvegji që 35 vjet. Ne kemi rastin këtu te 21 korrikut vitit 2016 kur ishte ajo që ai Anders Behring Breivik i vrau 76 antar të kryesisë së rinisë të Arbede Partisë dhe boni sulm terrorist në ndërtesën e qeverisë ku u vron 7 persona dhe gjykimi i tina është marrë pa përzimin e popullit, pa protesta. Çka ka familjarë që i kanë humbë fëmijën aty, për bigojri hak, as ata s'kanë marrë pjesë, ja kanë lënë drejtësisë. Na shqiptarë duhet më mësu më rëvllani herë si drejtësia është drejtësi, e mirë e keqe që ajo që është. Vete kemi formu. Gjykatën speciale, të kishin pas në men, që ta që kanë protestu dje, të ishin kon pak më të meqem, e kishin formu vetës, kish pas nevoj, me na urdhnu dikush me gëzorit, me formu sukur se që ka ndodhë, po e kishin formu vetë. Dhe këtu fjallët e tyne që këta thojnë, Serbia duhet mu gjyku, pse s'po bëhen sinqert? Po a ishte me njerë masi u shliru Kosova në Serbi u majtë nëzjedhe dhe Gjingji që e mori pushtetin. E lidhja e Miloševićin si qenin dhe komplet aparatin shtetënor dhe ushtarak të Serbisë dhe i qojnë hog. Ko ne kem dënuna kur u vro qifti Gjemal Mustafës, Ismail Hajdarit, i Shabamanit, i Ismet Racit, i Recep Lucit. Pse e vronë Recep Lucin? Hajde këta ko kanë konë të ledekes. Pse e vronë Recep Lucin? A pse i pengon të ajnë uzurpimet pronave në të sena? Ju lutëm, na du të më mësu një herë e përgjithmonë me nda të mirën për i të keqes. Nuk mune me thonë që s'ka ndodhë vra, se se ka ndodhë vra, dikush i ka vra këta. Dhe në kohën kur këta e në vra, Serb, as pushtet Serb në Kosovë, s'ka pas. Tashti, thojnë, me dorën e Beogradit po vridhën, me paret e Beogradit. Po mirë dhe, lene drejtsin, le të gjonë me paret kujna, po janë vra ata njerëz. Kush i ka vra dhe pse i ka vra? Çka po protestoni, çka po përzini? Unë jam kundër këtyre, kjo është mendimi jam, unë jam kundër. Mu nuk më pëlqejnë protestat e tilla. Dhe me protestu pse ajo ka ardhur, për mu hokon një tragikomedi e popullit tam, e popullit Kosovës. Për mu. Mirë po, u tha se do të ketë të këshia në rast se ajo konferencë do mbahet, do të ketë lajme të këshia për shkak të gjykimeve që po mbahet atje, madje shpeshherë në media kemi dëgjuar fjalën që shumica materialeve që janë dërguar për të dëshmuar në Hag janë të porositur nga Serbia. A do të ketë një gjykim të drejtë edhe nga kjo gjykatë, të cilën siç po thoni edhe ju e kemi vetë formuar? Faleminderit, unë që meqem nuk jam dhe nuk guxoj fare me folrat asaj, a do të ketë gjykim të drejtë, sepse nuk di. Mirë po, unë po ju them një diçka. Na për ditë i lexojmë dhe e ka thonë vetë në studio, na e kemi ministrin e jashtëm e cila ka thonë studio të televizionit të Kosovës, unë kom mbledh material për gjykatën e Hagës. Na i kemi njerëz në pushtet sotshëm që për shembull i kanë thonë, e kem kryeministrin që ja bëj kënë fulltorit ku vendit, shko Hashim, ti e ki vendin Hag. Tash, kush janë këta tjerë që dalën e protestojnë, kundër e kësa gjykate kur krevi shtetit, i cili i ka marrë, atëherë i mur 50.02% të votave të qytetarëve të Kosovës, tash i mur 42 diçka përqind me 48 deputet në parlament, na i kem ata që si pas tyne, me deklarata tyne, po folis unë zdi, kanë thonë vetë si duhet më formuar gjykat, edhe pse se kanë votu atëherë, vetë vendosë se se ka votu. Po Albini e bëj ke shko Hashim, ik Hashim, ti e ki venin Hag. Tash, çka kanë me thonë më shumë? Kjo për mu është qesharake, është budallak. Edhe do një ka gërvalla, thëjke, unë kom qu material, thëjke kom lidh material për Hag, a e ka thonë ajo, s'ka thonë unë. Unë vish, pe thonë qka e ka thonë ajo. Se unë zdia, a është e vërtet, a ka rajt ajo, a shka ka bon. Albinin e kom dëgju vetë, në televizor tu i këqyrë ku e bëj Hashim edhe me gisht. I Hashim shkon Hag, ti i ki venin atje. Pa jemi vetëm si popull i cili dim edhe të gjykojmë ndë njëherë. Inderum, faleminderit shumë që gjeti ko që t'jesh pjesë e Infodesë edhe të flasim edhe për këtë çështje e cila ka bërë një buj mjaft të madhe në Kosovë. Mu për veti se më ka pëlqy protesta fare, për bindin të me ka qenë e po vend, ka forma tjera që ishtë dashtë na me indimu ata që janë Hag nëse janë të pofajshëm, se ata nëse janë të pofajshëm se kom asë një dyshim kanë me dalë të pofajshëm dhe kanë me ardhë dhe kanë mu këthy. Na e kishim atje dhe Ramushin edhe Limin pa ta u këthyn të pofajshëm. Na e të në 5 vjetë, 7 vjetë, po u shpallën të pofajshëm u këthyn dhe sot i kemi.
Edhe këta bovaki shpallën po fajqe me vinë. Po me u përzi që ka bën gjykata, me u marrë me ta, jo shëta ndryshme, jo organizata, jo populli, jo anej, mund duket është shumë e pa vend, po kjo është tipike shqiptare, ne kem smundje këto. Na merrem me punë që s'na bë zoti bërç. Faleminderit shumë nderuar për pjesëmarrjen tuaj në Infode dhe për kohën që ndatë për neve. Me ne qofshi shnetë të gjithat mirat juve. Faleminderit shumë. E të ndëruar të shikues të Infodes, neve këtu po përmbyllim këtë emisione deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.